Në këtë takim të pasdites, vëmendje i kushtojmë rastit të cilin e kemi përcjellur tash e sa muaj. Rastit i cili na ka bërë të gjithëve të mendojmë për vendin në cilin jetojmë, për njerëz me të cilët jetojmë, dhe na ka bërë po ashtu të mendojmë që çfarë mund të ndodhë në një vend si Kosova kur njeriu me të cilin ke ndarë jetën dhe ke krijuar familje planifikon vrasjen tënde. Dhe sot drejtësia dha fjalën e saj, dha vendimin e saj. Kemi dënim me burgim të përjetshëm për vrasësit e Liridona Ademaj. Po e fillojmë këtë takim me një lidhje të drejtë për drejtë me dy prej personazheve ndoshta më të rëndësishëm të krejt kësaj historie që më në fund u dha, nëse mund të themi, u gjet ajo paqja, ajo qetësia për të ndjerën tashmë. Kënaqësi që me ne në një lidhje të drejtë për drejtë me Viber kemi zotrin Leonard Ademaj, vëllau i Liridona Ademajt, dhe zotrin Leutrim Sylla, avokat i familjes së saj. Faleminderit shumë që gjetët kohë për të bërë këtë lidhje, ndonse e kishim pamundur t'ju kemi në studio për shkak të krejt kësaj çfarë ndodh në kryeqytet në ditët kur bie shi. Së pari, unë do doja që këtë moment të ditës së sotme të uroj krejt gratë e Kosovës, me thekso veçantë ato të cilat kanë vuajtur, ndoshta edhe kanë humbur jetën prej atyre me të cilët kanë krijuar familjen. Zotri Leonard, do doja që me ju fillimisht të fillonim këtë intervistë. E thatë që vendimi sadopak ju ka lehtësuar këtë dhimbje jashtëzakonisht të madhe. Faleminderit shumë për mbështetjen e juaj në lidhje me rastin. Po pra, ajo që sot do vërtetua është ajo që themi ne nga fillimi, se na imi se bashku me kushtrimin e kanë organizuar këtë vrasje duke zgjedhur Granitin si vrasës. Pra, krimi është një krim makabër, por që gjykata sadopak na lehtësoi dhimbjen me vendimin e ditës së sotme. A keni besuar deri në fund se drejtësia me të vërtetë do të vendosë për burgim të përjetshëm për vrasësit e Liridonës? Po pra, ne kemi pritur këtë vendim me burgim të përjetshëm dhe shpresojmë që edhe gjykatat në stadët më lartë të vërtetojnë një gjë të tillë. Për ata që e kanë përcjell krejt këtë proces që ka qenë i gjatë dhe me shumë të thëna, më intereson të di cilat kanë qenë, nëse mund të themi, dilemat, duke qenë se të akuzuarit jepnin mendime, pretendonin për një pafajësi të mundshme. A ju kanë trembur ndonjëherë ideja se mund të merrni një dënim më të lehtë, më të ulët se sa burgimi i përjetshëm? Po pra dhe ne kemi pasur ndoshta ndonjëherë ato dyshimet tona mbi dënimin e tyre, por ne kemi besuar që nga fillimi në drejtësi, e kemi kërkuar atë që na takon dhe gjykata sot e dha verdiktin e saj, dënimit në burgim të përjetshëm, për atë që sadopak familja jemi të lehtësuar nga ky vendim. Në momente të tilla si kjo, për ato të cilat janë nëna dhe jo vetëm, për ata që janë njerëz, unë do të thoja, gjëja e parë që ju vjen në mendje janë fëmijët e të ndjerës. Do doja shumë të më tregoje si është jeta e tyre, si janë ata me shëndet, sepse pyetje të tjera ka shumë e shumë, po janë të vështira edhe për të bërë. Ata janë mirë, janë në shërbimin e socialit në Suedi, e përjetojnë rënd edhe ata humbjen e nanës së tyre, por kur të rriten do ta kuptojnë që njerëz të drejtë të këtij vendi, autorët e krimit kanë marrë dënimin e merituar, gjë për të cilën edhe ne kemi luftuar. Liridon, komunikoni, Leonard, komunikoni me ta, keni folur, keni takuar? Po, kemi komunikim Ju pyesin për nënën, çfarë thonë? Po janë të mërzvitur shumë, ata e dinë vetë se nëna atyre nuk jeton më, dhe non-stop bisedat me ta janë shumë të dhimbshme, sepse ju mungon shumë nëna atyre. Ju keni qenë njëri prej personazheve i cili ka pas një përkrahje të jashtëzakonshme në krejt të proces, ose më mirë të themi keni qenë zëri më i fuqishëm për të kërkuar drejtësi për motrën tuaj deri në fund. Por sot ka qenë shumë prekse dhe shumë emocionale edhe pamjet e prindërve tuaj. Si e pritën një vendim të tillë? A është, si themi, një lehtësim i një dhimbje të pafund që ata po e përjetojnë ende? Po besoj që edhe ata me vendimin e ditës së sotme janë më të lehtësuar emocionalisht, Liridonin nuk na kthen asnjë vendim, por të paktën kur kriminalet marrin dënimin e merituar, atëherë bëhet më lehtë sadopak na heket dhimbja.
Unë e di që është një ditë shumë e rëndë me shumë emocione, por do doja që krejt në fund të më jep një mesazh së pari për institucionet që dështuan të mbronin liridonën e shumë liridona të tjera në këtë vend, dhe mbi gjitha për ato gratë të cilat e ndjejnë që e kanë jetën e rrezikuar prej njerëzve me cilët kanë krijuar familje, kanë ndërtuar një jetë të tërë. Atëherë vendimi i ditës së sotme e jep një mesazh të qartë për gjithë ata kriminalë të cilët tentojnë të bëjnë një krim të tillë, sepse nuk kanë vend në vendin tonë, dhe se drejtësia duhet të besojmë në drejtësi, sepse ajo do ta jap vendimin e merituar për secilin prej njerëzve që bëjnë krime të tilla, dhe shpresojmë që në vendin tonë të mos ketë raste të vrasjes grave. Faleminderit shumë faleminderit. Leonard, e qmoj shumë faktin që gjetët pa kohë edhe për ne. Me ju është edhe zotri Leutrim Sylla, avokati i familjes. Zotri Sylla, si e vlerësoni këtë vendim që është kumtuar sot dhe faktin që në mesin e të akuzuarve kemi edhe një që i shpëton, nëse mund të themi, burgimit të përjetshëm. Është fjala për Kushtrim Kokallën, i cili është dënuar me 30 vjet burgim. Çka tutje? Atëherë fillimisht ju faleminderit dhe ju kërkoj falje për çastjen nga një ambient i tillë. Të lutem, e kuptoj. Për shkak të kushteve objektive. Ju faleminderit, sa i përket dënimeve, kjo është mënyra se si drejtësia flet në aspektin formal juridik. Consideroj që ky ka qenë një përkthimi atyre provave që janë administruar nga shqyrtimi gjyqësor në një vendim formal. Pjesa e lidhja me dënueshmërinë që është shqiptu, konsideroj që është ajo se si trupi gjykues ka të përshtatshme të dënohen për këto vepra në konform këtyre provave. Çdo vendim që mirret nga gjykata duhet respektohet si i tillë dhe duhet të atakohet vetëm në shkallët më të larta. Ne i respektojmë vendimet e gjykatës, por që konsideroj që në raport me lartësinë e dënimit ndaj Kushtrim Kokallës do të apelojmë në gjykatën e apelit. E qartë. Zotri Leutrim, ju jeni avokat, po në fundit gjithë secili prej nesh jemi njerëz dhe të ballafaqohemi me një dhimbje kaq të madhe, me një humbje kaq të madhe, duke parë nga afër emocionet dhe gjithçka të familjes Ademaj. Do doja të ndanit me ne, nëse mund të themi, momentin më të vështirë të këtij procesi, qoftë nga aspekti profesional, por edhe ai njerëzor, sepse e thash fundit jemi njerëz. Mund të them që nuk di nëse do të kem raste të ngjashme gjatë karrierës time, por që për mua ka qenë një rast ku është testuar edhe aspekti emocional edhe ai profesional. Është shumë e vështirë, bartë të mbisu për një rast të tillë. Dhe nuk mund të them që ka mundur ndoshta edhe të japë në të mirën nga vetja, ndoshta për shkak të aspekteve emocionale, sepse ne si avokat, paleve i duhemi të jemi gjakftërt, sepse emocionet i bëjnë palët dhe ne duhet të kontrollojmë palët, por që rasti ka qenë shumë i vështirë për ta kontrolluar veten, dhe të shpresojmë që nuk i kemi lënë xhamangut i rasti për shkak të aspekteve emocionale që na kanë përcjell. E kuptoj. Nderuar, më intereson të di, a pritet apel nga ana e palëve të dënuara, çfarë mund të ndodhë juridikisht tutje? Në bazë të fjalëve përfundimtare që kemi dëgjuar në instancën e kaluar, duket sikur kanë qenë të bindur se do të dënohen të mbrojturit e tyre nga ana e avokatëve, kështu që ende pa e marrë vendimin, të njëjtit kanë paralajmëruar se do të bëjnë ankesë, duke e ditur se do t'ju dënohen klientët e tyre, këto të akuzunit, kështu që me paralajmërimet të tyre në fjalë përfundimtare konsiderojmë që... Ne do të vazhdojmë tutje këtë takim për të treguar që rreth kësaj teme ne do të flasim edhe me të ftuarit tanë. Kam kënaqësi që me mua në studio kam Vibi, ku njësi çështjeve sociale, Flutra Avdiun avokate, dhe patjetër do të kemi në një lidhje me Viber zonjën Besarta Reznica nga rrjeti i grave të Kosovës. Por para se të vazhdojmë tutje, është momenti që ndjekim edhe kronikën e cila na prezanton në detaje gjithë çfarë ngjau sot në gjykat, në momentin kur u shqiptua dënimi përjetshëm për Naim Murselin, Granit Plavën dhe dënimi me 30 vjet burgim për Kushtrim Kokallën.
Asnjëri nga tre të akuzuarit për vrasjen e Liridona Ademajt nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit ku do t'i jepej vendimi gjykatës themelore në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, bashkëshortes së Naj Murselit. Salla e gjykatës ishte e mbushur plot në pritjet vendimit. Në emër të popullit, kryetaria e trupit gjykues, Fatmire Dërmaku, lexoi verdiktin me cilën shpalli fajtor tre të akuzuarit për vrasjen e Liridona Ademajt. Të akuzuari Naj Murseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm. Vendimi i trupit gjykues u prit me duar trokitje të pranishmëve në sallë. I cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Kushtrim Kokolla i shqiptohet dënim me burgim në kohëzgjatje prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Ngjarja e rëndë kishte ndodhur në mbrëmjen e 29 nëntorit të vitit 2023 në fshatin Bërnic të Prishtinës. Liridona Ademaj u vra me armë zjarri, ndërsa ndodhej në veturë së bashku me bashkëshortin e saj, Naj Murselin dhe 2 fëmijët. Tre të dënuarit e sotshëm, sipas aktakuzës, ishin dakorduar paraprakisht që vrasja të kryej nga i akuzuari Granit Plava me marrëveshje që Murseli t'i paguante atij 30.000 euro. I gjithë plani për vrasjen e Liridonës në akt akuzë thuhet se u bën nga bashkëshorti i saj, Naj Murseli, si pasojë të çrregullimit raporteve familjare martesore, ku edhe lindi dëshira e tij për hakmarrje. Sipas akt akuzës, Naj Murseli e planifikoi vrasjen e ish bashkëshortes së tij, Liridona Ademaj, me qëllim që të përfitonte nga sigurimi i saj jetësor në Suedi, në vlerë rreth 260.000 eurosh. Pas shpalljes së aktgjykimit, familjarët e viktimës e cilësuan vendimin si një hap drejt drejtësisë. Vllai i të ndjerës, Leonard Ademaj, deklaroi se ky vendim nuk është vetëm për familjen, por edhe për kujtimin e Liridonës, fëmijët e saj dhe për të gjithë shoqërinë. Ajo se çfarë u vërtetua sot është ajo që kemi thënë që nga fillimi, se na imi se bashku me kushtrimin, duke zgjedhur Granitin si vrasës, e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon dhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. Ndërkohë, avokati i familjes Ademaj, Leutrim Syla, theksoi se drejtësia në këtë rast ka folur qartë, duke cilësuar vendimin si një mesazh të rëndësishëm për luftimin e krimeve të tilla. Sot drejtësia foli, sot u nxorr një vendim konform prova materiale që administruan shqyrtim gjyqësor, u shqiptuan 2 dënime me burgim të përjetshëm dhe një kuazi dënim me burgim të përjetshëm, edhe pse si i tillë nuk parashihet me kod, pasi që ishte vetëm në kohëzgjatje prej 30 vitesh, por që duke pas drejtën që ta apelojmë edhe në gjykatën e apelit konform lartësisë dënimit, konsiderojmë që do të bëjmë edhe ankesë, sido që të jetë, ka qenë një proces i ngarkuar. Mbrojtësit e të akuzuarve në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt kanë paraqitur qëndrimet e tyre përfundimtare para gjykatës, duke kërkuar vendime të drejta dhe të bazuara në prova. Në seancën fillestare më 31 janar të 2025-s, Murseli u pat deklaruar i pafajshëm. Plava nuk u pat deklaruar rreth fajësisë, ndërsa Kokalla pati kërkuar kohë për të konsultuar me mbrojtjen. Dhe ashtu si që thamë miq të dashur, do të flasim edhe më tej për krejt këtë proces, për këtë ngjarje jashtëzakonisht të rëndë, e cila duhet me na i hap syt një herë për gjithmonë, së pari institucioneve, më pas shoqërisë dhe familjes. Flasim edhe më tutje me këtë rreth kësaj teme, rreth kësaj problematike, e thamë edhe më parë me Vebi Mujku, njësi çështjeve sociale. Vebi, faleminderit shumë për kohën që ke ndarë. Faleminderit për ftesën. Dhe me ne është edhe Flutur Halili, avokati. Flutur, faleminderit shumë. Do të kemi, e thamë edhe më parë, në lidhje të drejtë për drejtë edhe zonjën Besarda Breznica nga rrjeti i grave të Kosovës. Vebi, kujtoj muaj më parë, para se të fillonte krejt ky proces i gjykimit, kemi diskutuar pikërisht për këtë temë, për këtë rast të tmerrshëm, që nganjëherë nuk gjen njeriu fjalas edhe ta përshkruaj. Sot, kur u shqiptua vendimi i gjykatës, çfarë thatë? Cila është gjëja e parë që e menduat? Po, është e vërtetë që kemi bisedu edhe për shumë raste tjera të dhunës familje, po edhe për këtë temë pikërisht në emisionin tuaj, një rast, s'kem sa flasë, ma një rast shumë i rëndë, mirë po ato që ka sot edhe ditëve të kaluar edhe ditëve në vijem, që mendoj që është ndoshta
prej çdo tragjedie që mund ta nxjerrëm një diçka të mirë, ndoshta, edhe pse këtu s'ka diçka asgjë të mirë që të përmendëm, është që këta fëmijë sot nuk gjenden në Kosovë. Besoj që këta fëmijë sot janë në një izolim social nga mediat, nga autoritetet sociale. Por që një ditë do të mund të kenë qasje në krejt këtë ata sot në këtë moshë të tyre, dikun rreth 7 vjet edhe 4 vjet që janë ata fëmijë, nuk do ta përjetojnë këtë ndjenjen mi pa, ndoshta edhe gjitha këto intervista, gjitha këto deklarata shumë herë të pamatura dhe nga shumë individ edhe jo profesionistë të cilët merren me rastin, sepse dhe ata do ta mbajnë mend gjatë tërë jetës. Ne kemi qenë fëmijë dhe ngjarjet të cilat i kemi përjetuar në një moshë të hershme kemi mbajtur mend tërë jetën. Ata e mbajnë mend aktin, e mbajnë mend rastin, mirë po unë shumë shpresoj që shërbimet sociale profesionale në shtetin e Suedis, aty ku janë duke u trajtu këta fëmijë, do të jenë të izoluar, do të jenë në shërbim të punëtorëve social, të psikologëve dhe të profesionistëve të tjerë, dhe do ta marrin veten, që është shumë e rëndësishme në këtë situatë. Ata pse kanë pas fatin ta kenë një prind të tillë, një prind ma shumë se kriminal ta quajmë, sepse ne kemi pas raste të vrasjeve të grave nga burrat, mirë po kjo është një prej rasteve që s'mbahet në bend, ndërsa në historinë shqiptare, edhe në vitet e kalume, e ta edhe prokuroria për skenar Hollywoodi, ku e porosit vrasësin e gruas së vet në prezencë të fëmijëve të vet. Pra ka mund ta përdor çfarë do skenari tjetër përveç që këtij skenarit ku do t'i traumatizoj fëmijët e tij, mirë po kjo është një rast me të vërtet për studim dhe këtu kemi bëjmë me disa persona të cilët nuk mund t'i quajmë as pak njerëz ose një qenie njerëzore e cila ka rënë në ndikim të kësaj pagesë ose kompenzime. Mirë po mendoj që ne si shoqëri duhet ta përdorim këtë rast edhe si një model, si një shembull, si një rast studimit, të avedisojmë të gjithë popullatën, sepse secili person duhet ta ketë përgjegjësi me ligj, jo vetëm të veproj, po të dënohet edhe për mos veprim. Këtu po shohim që kemi një rrjet të personave të cilët gjatë seancave, sa kemi arritur për qëllim, ta kanë pas informata se çka po ndodh. Dhe kjo nuk është një akt që ka ndodhur aty për aty. Ka qenë një përgatitje, ka qenë disa javë, muaj, ndoshta edhe vite ku është përgatitur ky skenar dhe qysh asnjëherë asnjë moment nuk e kanë ndjenë e përgjegjësisë, më thonë, ka dalë të paraqesëm ne këtë rast, sepse mund ta shpëtojmë një familje, mund ta shpëtojmë një grua, dhe të vazhdojnë procesin ndarjes, të vazhdojnë gjitha proceset tjera. Po, u kry një akt dhe besoj që edhe personi i tretë duhet të jetë në mes në dy personave të parë, në burg të përjetshëm dhe ne duhet të japim shembull shoqërisë kosovare, burrave, meshkujve të quajmë, mos i çej burra këta persona, sepse nuk mund të veprohet kështu ndaj asnjë gruaje, ndaj asnjë fëmije dhe ndaj askujt tjetër. Shumë e vërtetë. Flutur, po mendoja çfarë pyetje të bëja në fillim dhe e nisa nga vetja. Ishte njëra prej temave, ndoshta edhe në fillim, kur e kemi diskutuar me Vepin dhe të tjerët, dhe më pas në pjesë të ndryshme të krejt këtij procesi, ka qenë shumë e vështirë. Vetëm ta mendosh e më pas mendosh se çfarë do të pyetësh të tjerët për këtë punë. Më intereson të di, si nën, si grua, si avokate, si e pritët këtë vendim. Sa është e rëndësishme që në një moment të tillë, me kaq shumë raste të dhunës në familje, të vrasjeve, jo vetëm, të kemi një vendim të tillë që të duhet t'u hap të sytë të gjithëve. Sistemi i drejtësisë dhe gjykata, pas një pune të tjerë 3 vjeçare, të gjatë dhe të përkushtuar, mendoj se sot ka arritur të vërtetoj dyshimin e bazuar se të pandehut e kanë kryer veprën penale të mirë orkestruar, siç është e ka thonë edhe prokurori i rastit, dhe duke i shqiptuar dënimin meritor me dënim me burgim të përjetshëm për 2 të pandehurit dhe për të pandehurin e tretë burgimi me 30 vjet burgim, që mendojmë që ndoshta nuk është edhe ai i duhuni, mirë po megjithatë mendojmë se është një vendim i cili është i merituar dhe ky aktgjykim përfaqëson një rast i cili do të jetë shembull për sistemin e drejtësisë dhe i cili besoj që do të ketë një ndikim në rritjen e besimit në sistemin e drejtësisë. Gjithashtu ky aktgjykim mendoj se do të shërbejë edhe për vetësimin e qytetarëve dhe shoqërisë tonë në përgjithësi, se askush nuk është mbi ligjin dhe çdo kush që bën shkelje të rëndë të ligjit do të dënohet me vendimin e merituar, ashtu siç e parasheh edhe ligji. Rasti i Liridonës është një rast i cili ka prekur thellë shoqërinë tonë,
është një nga rastet më të rënda ka pas lufta, dhe pse rastet e vrasjeve të grave diku janë 57 që nga pas lufta. Janë mjaft shumë, mirë po mendoj se ky rast do të shërbej për vetësimin e qytetarëve që në të ardhmen nuk duhet gruaja apo femna të cilësohet si një objekt ndaj të cilës dhe mund të marrësh jetën as lehtë, edhe të amnestosh ose të tentosh të shfaqësojë veten përmes personave të ndryshëm ose duke paguar persona për të vrarë. E ta mendosh për një vit të tërë ose më shumë? Më e rënda është për gjatë këtij procesi gjyqësor për 3 vite, e gjithë procesi gjyqësor duke parashtruar pyetje dhe për mbrojtjen e vet e ka përgatitur vet. Ka përfaqësuar veten vet gjatë tërë këtij sistemi në mënyrë më të ftoftë të mundshme, saqë shpesh herë kemi menduar se si ka mundësinë njëri kush faktikisht bazuar në provat sa të janë administruar në gjykat, të gjithë kemi qenë të bindshëm se do të vijë momenti kur i njëjti do të shpallet fajtor. Mirë po të ndjekësh një proces gjyqësor, duke ditë se është kryer krimi nga i njëjti në bashkëpryrje me edhe 2 persona të tjerë, është një rast i cili për të studiuar. Cili ka qenë, e di që shpesh herë ke parë dhe nga afër krejt këtë proces, pa lënë ashtu pjesën që gjithmonë të gjithë kemi qenë të informuar çfarë po ndodh me që gjykimi ka qenë i hapur edhe për publikun. Cili është përveç këtij momenti që më përmendë, këtë gjakt ftoftsinë e tij dhe faktin që zgjedh që të mbroj veten, cili është një moment tjetër që të kujtohet më shpesh sa i përket krejt këtij procesi ose që e keni komentuar me kolega avokatë të tjerë? Ka shumë, mirë po thëmë, pjesa se e njëjtë gjithë procesin gjyqësor, ka parashtru pyetje, ka përgatit mbrojtjen e vetë, edhe vetë ka prezentuar në gjykat, është një rast i cili duhet për të studiuar. As një moment nuk kemi vrejtur një ndërgjegje e cila ka thonë, të thëtë stop, të ndalëm blerë në këtë pikë mos të flasë, për drejtëson ndoshta janë administruar provat të gjitha video ngjizimet, ku është takuar dhe i njëjti ka mohuar të gjitha. Vesh njeri së mundesh me qenë veb, apo i vjen kështu? Do është apo para gjykon? E rëndë është fakti edhe ajo të çështja orkestrimi se të merret gruaja edhe fëmia për të hongër të darkë bashk, edhe nga aty të orkestrohet edhe të dihet caki ku është për më shku për me ekzekutu gruan, domethënë për me kryer aktin e vrasjes, mendoj që është një rast të cilin na ka shokuar të gjithëve. Si ka mundësi të quajmë njeri edhe të mendoj deri në këtë pikë për bashkëshortën apo nanën e 2 fëmijëve të tij. Për mua ka qenë ndoshta edhe pak sfiduese ta mendosh fantazia e tij, iluzionet e këtij personit edhe aftësia e tij të vendos në lajthitje edhe 2 persona tjerë të rritur. Po sepse duhet të jesh shumë i zotit që të bësh një veprim. Shumë duhet të jesh i zotit të lajthësh 2 persona, njëri pjesëtari i FSK-s edhe tjetri person të cilës dhe kanë një duke shku të përfunduar dhe të lajthësh që jo do ta kryeni aktin dhe unë do të jam ai person që do t'ju nxjerr, do t'ju mbroj. Pra, aq ka përdorur një lloj iluzioni, ka përdorur një lloj magjie që të arrijë të bindë ta persona që ta kryejnë këtë akt, sepse unë jam i bindur që nuk ka vlerë monetare kur një person i rritur madhor e mendon që do t'i merr 30 vite borg edhe miliardat e botës më dhon se nuk kanë shkoj nevojitën në moshën kur ti do dalësh prej burgut, pra çi ka arrit të bindë ta persona që nuk do të zinen. Sot të gjithë qytetarët duhet ta dinë që nuk ka vepër e cila nuk zbulohet. Me teknologjinë ku po jetojnë, veç nëse nuk dojnë institucionet, për ndryshe gjithçka gjendet. Shumë është jetë sot të zinet secili rast i krimit, secili rast që ndodh. Ne kemi pas shumë raste të dhunës, ne kemi raste të dhunës në vazhdimsi. Po edhe tentim që të shpall edhe si me probleme të shëndetit mendor, ishte edhe ajo një tjetër tentative fort. Tentativa të pandashme përfshirë edhe personave tjerë, ftyrave publike tjerë. Mirë po ne kur kemi raste të dhunës në familje, rreth 3 raste që ndodhin brenda vitit, çdo herë e pret që mund ta ketë një akt, mund të ndodhë një tragjedi, mund të ndodhë vrasje, mund të ndodhë diçka. Ky s'ka qenë mesin e rasteve që është paraqit fare në institucione. Kjo është një rast i cili është punu nuk ka qenë fare në durë të institucioneve derisa ka ndodhur rasti. Pra këtu s'ka pas as mundësi që të ndodhë një mbrojtje, një parandalim
prej dikoj, prej institucioneve, qoftë shërbime sociale, qoftë policisë ose dikoj tjetër, sepse këtë akte ka kryer si të tillë dhe ajo grua asnjëherë nuk e ka gjetë fuqinë që ta paraqes rastin dikun për shkak se brenda kësaj familje ka pas edhe një lidhje familjare, brenda këtyre martesave që kemi diskutuar edhe më herët, dhe që kur nuk ka besu që mund të ndodhë për një person i tillë. Unë mendoj që ky ka qenë një person i cili ka pas disa karaktere brenda vetvetes. Pra një karakter me grunë e vet, një me fëmijë, një me të tjerë, sepse disa persona në shoqëri njihen si një person shumë punëtor, disa si sinqert, disa edhe në fund po del që ky është një person i cili ka prirje kriminale, që ka arrit të tilla e thitë edhe personat e tjerë të përfshin në rast që ta kryej ekzekutimin. Nuk e ka kryer vetë me shpresën, me bindjen që nuk do të gjendet dhe ky do të jetë ai person i cili do të nxjerrë të tjerët nga gabuar. Po, e thotë edhe në gjykatë. Se këtu s'kemi të bëjna ndoshta me laj them deri diku për arsye se të njëjtët tek janë madhor, të vrasësh dikën edhe mos të zbulohet, nuk është edhe aq e thjeshtë, sado që është orkestruar rasti dhe me vite ose kanë punu sa kohë për me orkestru si rast, mi po të njëjtët e kanë bërë për çështje materiale. Po kuptohet. Siç është potencuar dhe gjatë procesit se Kokalla apo ai tjetri në hotel Sirius kur kanë shkuar dhe kur e ka bërë pagesën në hotel, është vrejt një shumë e madhe të hollav. Të gjitha ato sigurisht janë financuar prej Naimit. Po ashtu dhe Granit Klava i njëjti siç ka deklaruar, nuk është ka qenë vetëm shuma prej 30.000 euro, po ka qenë një shumë e madhe që është premtuar për me kry vrasjen. Kështu që mendoj që kunjados që ti thua sot të krysh një vrasje, edhe është madhor, ajo kupton se është një vepër penale. Po në këtë rast vepra penale është kryer për përfitime materiale. Dhe në krejt këtë rrëfim shumë të rënd për ta mendu, ajo që është që sillet në mendje dhe në pikpyetje, unë konsideroj të paktën unë po e nis nga diskutimet, është si arrin një njeri që për një periudhë ka gjatë, se ai nuk e ka bërë për 2 ditë, me muaj të tërë, me vite ka planifikuar këtë moment. Kjo ndoshta është pjesa më interesante, nëse mund të themi edhe më e komplekse këtij procesi, deri ku mund të shkojë mendja një njeriu që të planifikojë të vrasë ato me cilin ka ndarë jetën, ka kriju familje. Është e pa imagjinueshme masën edhe vetë motivi i vrasjes. Përderisa të paguam persona për të kryer një vrasje, ne dyshohet se ka qenë ashtu ai për përfitime materiale prej një sigurimi e Liridonës. Cili ka qenë përfitimi i Naimit, me marr parë prej sigurimit dhe mi pagu vrasësit. Edhe kjo është një gjë që nuk mund është të perceptosh, se cili ka qenë interesi i tij. Veve? Për mu, pra po mendoj me sfidat të cilat do të përballemi në të ardhmen, sepse kjo që ka ndodhur, kjo do të jetë rastudimi për psikologët më eminent botror, ndoshta jo vendor, të cilët do ta studiojnë një rast të tillë, sepse ne do të parandalojmë rastet e tjera, sepse mund të kemi edhe rastet e tjera ku njerëzit nuk janë të përgatitur. Dhe këtu po du me dalë, apo i lexon si duhet shoqëria ju në rastet e tilla, apo na i hap syt sa duhet, apo ne gjatë këtyre 3 vjetëve po themi kohë pas kohe kemi kthy vëmendjen te ky proces, dhe gjatë kësaj jave dhe javës së kaluar kur u marr vendimi gjithçka tjetër, sa ka më na zgjat neve krejt kjo, të themi, pasqyrë që e kemi çdo ditë, po nuk e shohim. Unë çdo herë përmend dhe vazhdoj ta përmend derisa të arrihet ky qëllim, që ne kemi nevojë ta hapim qëllimorën paramartësore. Punohet me gjitha rastet, edhe çdo herë të përgatiten gratë, sidomos këtë rast gratë të cilat janë viktima, sepse nuk e dim cila grup do të jetë viktima, po në shumicën e rasteve janë gratë viktima, që kur e shohin, e vrejnë një ndryshim, një zhvillim brenda marrëdhënies, brenda çiftit, të paraqiten, nuk është të tërpë, as të paraqitesh para punëtorit social, as psikologut, apo institucioneve të drejtësisë, ose të sigurisë, dhe të kërkosh një lloj ndihme, me pa që ka ndryshuar diçka rrethonat, e sidomos kur vrehet që po flitet për armën, po ka armë në shtëpi, po është një rreth, i cili është një rreth shumë herë i pas zbulum, janë disa persona ku ne të gjithë jemi bashkët, e kemi një grua dhe zakonisht kudo që dalim, gratë e dinë se me kam po dalim, kush është rreth e jonë, kush është shoqëria jonë. Kur fillon të mbahen enigmatik disa persona, automatikisht aty nuk kupton që po mshife diçka mrapa. Ka diçka dhe këto raste duhet të paraqiten, sepse ndoshta në këtë rast është vrarë gruaja, nesër do të vritet dikush tjetër, një anëtar ose do të organizohet një krim më i madh. Për neve do të jetë
tash nuk i kemë fëmijët këto, mirë po sikur t'i shumë pas fëmijët këto edhe ata fëmijët të rritën një ditë, sepse shumë shpejt do të arrijnë moshën madhore, për mu do t'jetë sfidë si do të reagon shoqënia, që nuk kanë përgjigje, kur ata fëmijë do të kërkojnë të atakojnë prindin e tyre, sepse është një drejtë e tyre të atakojnë prindin ballë, sepse ajo është i privuar tash nga ushtrimi i drejtës prindrore, sepse gjendet në burg, mirë po ata nesër mund ta kenë kërkesë që të atakojnë, të ballafaqohen sy me sy me prindët, të kërkojnë një përgjigje prej tij se se cili është motivi, çka ka ndodhur, pse ka ndodhur. Është shumë interesant i shohim edhe këto reagime në të ardhmen, sepse domosdoshmërisht unë besoj që do ndodhë një kontaktim mes tyre. Regjia, nuk e di nëse do të mund të kemi zonjën Besarta Breznica nga rrjeti i grave të Kosovës në një lidhje me Viber. Ardi, mund të provojmë që ta kemi zonjën Breznica? Okej. Do të na duhet të presim vetëm pak. Okej, e kemi në lidhje zonjën Besarta. Nderuar, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. Do doja një mendim nga ana juaj si rrjeti i grave të Kosovës, si e keni parë këtë vendim dhe sa në fakt, po e diskutonim edhe me të ftuarit tjerë, sa në fakt neve na zgjasin që të na i hapin syt, nëse mund të themi, vendime dhe momente të tilla që kanë të bëjnë me gruan, me dhunimin dhe edhe vrasjen e tyre. Përshëndetje për juve, përshëndetje për të gjithë dëgjuesit edhe shikuesit e radio televizionit 21, përshëndetje për mysafirët në studio. Padyshim që vendimi në rastin e Liridonaj Ademaj ka qenë një vendim i mirëpritur nga rrjeti i grave të Kosovës. Vendimi i tillë na tregon që drejtësia ekziston, gjithashtu edhe na tregon që rastet e tjera nuk kanë tolerim nga sistemi i drejtësisë. Përveç kësaj, ky është një rast që i fton të gjitha institucionet që të jenë të përgjegjshme në trajtim të rasteve të dhunës në familje dhe vrasjeve të grave. Besarta, çfarë duhet të ndodhë nesër, sot, në këtë moment që po flasim, që të mos kemi viktima të tjera gra të cilat mund të humbin jetën e tyre nga njerëzit me cilët kanë krijuar apo po krijojnë familje? Gratë vetëm se janë duke u fuqizuar çdo ditë më shumë që të raportojnë raste të dhunës në familje në institucionet kompetente, përveç kësaj institucionet duhet të jenë të përgjegjshme në trajtim të rasteve të dhunës të tilla, të trajtojnë me seriozitet të plotë dhe në anën tjetër të respektojnë legjislacionin që na aktualisht kemi në fuqi. Kur kemi një praktikë të mirë e cila i dënon raste të dhunës në familje, padyshim që mandej kemi edhe praktika dhe më të mira tutje se si e ruajmë jetën e grave në Kosovë edhe se si respektohen ato edhe nga institucionet edhe në familje. Ndjes për zhurmën, po e kam një fëmijë të vogël, kështu që... Të lutem, jeni nën dhe e kuptojmë shumë mirë. Besarta, nuk do të marrë më shumë kohë. E kisha shumë me rëndësi edhe opinionin e rrjetit grave të Kosovës aty ku ju jeni pjesë e tyre. Faleminderit shumë për kohën që ndave sot për ne. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, shpresoj që dëgjohemi në rrethana të tjera. Bebi dhe flutur, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve, uroj që rastet e tilla mos përsëriten më. Drejtësia sot foli, por Liridona nuk kthehet. Detyra jonë si shoqëri është që të sigurohemi që askush të mos e ketë luksin që të planifikoj vrasjen e një gruaje apo edhe gruas së vet. Dënimi i sotëm është një përgjigje, por ndryshimi i nesërm është përgjegjësi e institucioneve dhe secilit prej nesh.